Qysh doket një pacient me autizëm? Cilat janë shenjat tipare të kryesore që i vren te një pacient i tillë? Çfarë vrehet? Do të në pamjen fizike janë më të mirë se fëmijët me zhvillim tipik. Do të rritjen edhe zhvillimin e kanë konform me moshën kronologjike. Çka vret e një fëmijë tani varsisht prej nivelit, si është i atakuar, çfarë niveli është i atakuar me autizmi, komponenta e parë e cila të bën në sytë e fëmijët është mungesa e interaksionit social. Qenërit me ty nuk e kanë. Do që kjo është, edhe nëse e kanë vetëm në kontekstin e vetës të parë, do të nuk e kanë në kontekstin e vetës dytë, tretë. Do të thonë, një fëmijë me autizëm ka tërheqje sociale, nuk komunikon shumë, rrin më shumë. Shumica e pyetjeve që bëhen në rrjetet sociale dhe që i shasht shenjat e autizmit. Për shembull, kur i thoni fëmijës me autizëm e thirr namën atë përgjigjet. Jo, është reagimet mund të jenë më të ngadalshme, apo mund të mos kenë reagime. Do të në kuadër të thirrjes së emrit. Do të nuk munden mos me reagu. Munden mos me reagu. Po varet tani se autizmi është spektër, do thotë edhe kur është spektër, atëherë është një laramani e simptomatologjisë brenda spektrit. Çfarë shenja të tjera përveç mungesës së interaksionit social ka autizmi? Do thotë përveç kësaj simptomatologjisë kryesore mund të ketë edhe selektim të ushqimit, kanë tendenca të selektojnë ushqime, do të hiperdjeshmëri në zhurma, po përveç zhurmave mund të kenë edhe hiperdjeshmëri në aspektin e peshmbathjeve, mund të kenë hiperdjeshmëri në aspektin e prekjes, që lidhet, gjitha këto lidhen me senzomotorik.